Po ja tregoj disa shembuj. Na kemi raste që disa mjek vllaznit ton na thon vllazën ton musliman, i thot mjekut o mjek, o doktor, jep ma në injekcion të vdes ma shpejt, s'po muj mi duru zimbjet. Ej, ku jeti, ku gjindësh? A di çka do me thonë kjo? Qonë gjenem kjo është. Ti mendon se i pari je që është i smund, ka pas para te shumë ma të smund se ti. A keni ndëgju rastin e Jubit a.s. I cili 7 vite e te për boni sabër në smundje, nuk boni as dua. Kur si shkoj mendja mu vetë vra? I shkoj malli, pasuria, deri sa gruja e vetë e shiti dhe bishtin. Bishtin e flok vetë veta e shiti, mi pru buk burit vetë në shpe. E kure pa se më ngushtun këtë ondë, atër boni dua Ajubi a.s. Qka tha? O Ejube idhna da rabbehu, rabbi, mesen një dur. Edhe Ajubi a.s. Kure luti Allahun azogje tha, rabbi, mesen një dur. Tha o Allah tha, shumë jam i smut, shumë jam i smut. Shumë jam i smut. Qo me ilaqin o Zot, ma shpejt shëra. A unë byt Ejubi a.s. A tha, jep me një injekcion të vdes, beru me helm të japë fund kësoj dhimbje. Jo gjemat. Po e luti Rabbul Alemin në Allahun azza wa jall. Shpesh ballafaqohemi me njerëz, e kam hoq këtë smundje, jam kon këtë dunjon. I tha mune, po Zotin, ka zon drejt, parejna. Atë ka shku njerë në dërmen, 2 reqate mi fal, e me thonë, o Zot, ti e cili ki qu këtë smundje prej qelit, e ti mund është prej qelit me ma largu këtë smundje, a ki bo këtë dua? Ja, thot. Ja, se ka bo këtë dua. E me ndonë se ilaqë është ndorën e njerëzve. S'mundet me kon ilaqë ndorën e njerëzve, njerëzit janë sebeb, e Allah është ta e cili e ban ilaqin ilaqë. Ilaqi nuk shnosh, ilaqi është sebeb. Ai që shnosh është Rabbul Alemin, Allahu azza wa jall.